Po qarkullojnë së fundi në rrjetet sociale shumë video dhe diskutime rreth Dolçes. Banorja e Big Brother VIP Kosova, e cila për shkak të një bashkëpunimi mes formatit kosovar dhe atij italian, ka udhëtuar për një javë drejt Grande Fratellos. Për të qenë hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Në fillim produksioni i Big Brother VIP Kosova u akumtoi banorëve se Dolçe ishte larguar për një çështje familjare dhe nuk dha detaje të tjera, duke i lënë të gjithë të habitur, sidomos Edin, me të cilin ajo kishte krijuar një romancë brenda shtëpisë. Vetëm ditën e djeshme produksioni vendosit ju tregoi banorëve të vërtetën dhe transmetoi pamjen e momentit kur Dolçe hynte në shtëpinë e Grande Fratellos, si dhe reagimet e banorëve italianë ndaj hyrjes së saj. Në ato pamje një nga djemt të shtëpisë italiane shfaqej duke vëzhguar Dolçen me interes, gjë që e përfshiu menjëherë Edin në një valë xhelozie. Kjo xhelozie e Edit e kombinuar me reagimet e publikut u bë për shkak që në rrjetet nisi të qarkullonin video të edituara sikur Dolçe ishte puthur me konkurrentin brenda formatit italian. Pamjet u shpërndoan me shpejtësi dhe krijuan konfuzitet tek publiku, por shumë shpejt u bë e ditur se ato ishin krijuar me inteligjencë artificiale dhe nuk përfaqësonin as pak realitetin.